Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Ne vëllezër të nderuar, jemi duke folur për vdekjen. Dhe çështja e radhës është shkaqet e dënimit në varr. Pra, do të marrim disa nga ato gjunahe të cilat bën shkak që besimtari të dënohet për to në varrin e tij. Sepse ne dim që në varr apo dënimi i varrit nuk është i veçantë vetëm për pabesimtarin dhe munafikun, por edhe për një pjesë të atyre që patën tauhid, që ishin besimtar. Kjo për shkak të disa gjunaheve të mëdha nga ana e tyre, të cilat Allahu nuk ua fal, por dëshiron t'i pastroj nga ato gjunahe me anë të dënimit në varr. Dhe Allah nuk i bën padrejtësi askujt. Dhe duhet të dim se gjunahet për të cilat dënohet në varr janë dy llojesh, të përgjithshme edhe të përveçme, pra konkrete. Të përgjithshme në kuptimin se njeriu do të dënohet në varrin e tij edhe për mosnjohjen e Allahut apo njohjen e dobët, e pakët të Zotit të tij, të fesë së tij, të dërguarit të tij, të halalit apo haramit, të bidatit apo sunetit. Pra kjo dituri e pakët, e pamjaftueshme që ai pati, e ka shtyr atë në dynja në gjunahe. Dhe si rrethoj, do të dënohet për të gjunahe. Por, do të ketë ata që do të dënohet për gjunahe konkrete. Pra që kanë pasur njohuri të mjaftueshme. E kanë ditur se ç'është e mirë dhe ç'është e keqja, se ç'është e gabuara dhe ç'është e drejta, por e kanë bërë atë gjunaf. Dhe nga gjunahet konkrete për të cilat do të ketë musliman që do të dënohen, është edhe mosruajtja apo mosmbajtja e higjienës në urinim dhe në mimja, bartja e fjalëve. Dhe jo larg folëm për të çështje dhe përmendëm hadithin e Abdullah ibn Abbasit radiallahu ta'ala anhuma, që tha se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një herë kaloi pranë dy varreve dhe tha innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhabani fi kabir. Ta të dy po dënohen dhe nuk po dënohen për diçka të madhe. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawli wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima. Njëri prej tyre nuk ruhej nga urinimi, ndërsa tjetri ecte barte fjalët. Tha profeti alayhi salatu selam, nuk po dënohen për diçka të madhe. Jo në kuptimin se këto gjunafe nuk janë të mëdhaja, janë të mëdhaja, por se e kishin shumë të lehtë të ruheshin prej tyre. Nuk ja imponoi dikush t'i bënin këto gabime. Ose ta nuk i quajtën të mëdha, i neglizhuan. Dhe përse për të parës, ruajtjes nga urinimi, qëllimi është të ruash pastërtinë, higjienën e trupit, rrobave apo vendit ku do të falesh nga kjo lloj papastërtie. Dhe edhe pse këto hadithe janë të njohura, edhe pse kjo temë rreth higjienës në një rast të tillë është e njohur për muslimanët, e çuditshme është që sheh musliman që kanë vite në fe edhe kur urinojnë nuk ruhen fare nga spërkatja. I shohim në abdesanet e xhamis, kryesisht ata që vinë vetëm një herë në javë për xhuma, siç neglizhojnë namazet, neglizhojnë edhe këto çështje dhe të tjera. Allahu i drejtoft. Urinon në këmbë dhe ambienti apo sipërfaqja poshtme e tualeteve është atill që nëse urinon në këmbë, spërkatesh tek rrobat, është e pashmangshme. Është e pashmangshme. Të paktën tek ato që janë allaturka, që i themi ne, të paktën tek ato.
dhe merr abdest dhe pastaj vjen për t'u fal. Dhe më e keqja as nuk shplahet. As nuk e shplan pjesën intime të trupit e tij dhe bëri dhe pis edhe rrobat e tij dhe pastaj vjen në xhami me atë papastërti dhe kërkon të dalë para Allahut në atë gjendje të papastër. Namazi i tij njeriu nuk pranohet. Ky del tek Allahu Azza wa Jall pa xhuma. Ky del tek Allahu pa xhuma. Pra ty mendon që po falet, bën dua, kërkon falje e tjerë, bën rukun sejdë, e thot elhamdulillah, falet xhuman. Jo. Nuk mund të adhurosh Allahun si çdo ti. Edhe ky shkak, thot profeti alayhi salatu wassalam, e bëri atë person që të dënojë në varr. Dhe në një hadith tjetër thot, tanazzahu min al-bawl fa inna amat adhab al-qabr min. Ruhuni nga urinimi. Ruhuni nga urinimi në shkurtim, që të ruhesh nga spërkatja e pikave. Dhe kur flasim për ujin në holl, atëherë tek uji trash akoma dhe më rënd situata. Ruhuni nga urinimi, sepse pjesa më e madhe e dënimit në varr është prej tij. Pra shumica atyre që dënohen në varr janë për shkak të këtij gjunahu. Allahu na ruaj. Pra një neglizhencë e tillë që i duket e vogël e çojnë në dënim. Dhe çfarë dënimi, vëllezër? Dënim në varr. Që nuk ka dënim në dynja ti afrohet apo ti ngjaj dënimit në varr. Allahu na ruaj. Dhe tjetri, kana yamshi bin namima, barte fjalët. Namimja është mbartja e fjalëve. Merr fjalë nga dikush dhe ja çon dikujt që të fusësh armiqësi, përçarje midis tyre, urrëtie, për ta larguar tjetrin nga tjetri me qëllim që ai të bëhet mik me ty dhe jo me atë. Ose nuk e do miqësinë midis tyre. Ka zili ai, ka hased, nuk e do miqësinë midis tyre dhe bart fjalë. Edhe mund t'i shpif. Ose e merr fjalën dhe e thot në një mënyrë që të le të kuptosh mendimin e keq. Të le të kuptosh apo të mendosh se ka folur keq për ty. Dhe profeti alayhi salatu wasallam ka thënë, la yadkhulul janna qattat. Nuk ka për të hyrë në xhenet qattati. Qattati është ai që merret me thashë me nemime, me bartjen e fjalëve. Dhe në një hadith profeti alayhi salatu wasallam ka thënë, alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israil kana idha asabahum al-bawl qata'u ma asaba al-bawl minhum fanahahum an dhalik fa'udhiba fi qabri. A nuk e dini ju, thot, historinë e atij personi nga beni Israilët, ku beni Israilët nëse u binte një pjesë, një pikë urinës, e prisnin atë pjesë. Pra u binte në rrobe, e prisnin atë rrobe. Nëse u binte në trup, e hiqnin atë pjesë lëkure. Po, ka qenë ky urdhër si masë ndëshkimore për ta, për shkak të kryenëçësisë që bënin. Allahu vuri ligje trepta, ose ka qenë sprov për ta nga ana e Allahut subhanahu wa taala, ose ka qenë sprov nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pra shihni, dhe gjë që tregon se sa i lehtë është Islami. Mjafton ta lash ato pjesë të rrobës apo ato pjesë të trupit dhe je në rregull. Dhe ky nga beni Israilët i ndaloi. U tha që nuk ka problem apo nuk duhet bërë diçka e tillë etj. Rëndësishme i ndaloi. U ndëshkua në varr për shkak të kësaj gjëje. U ndëshkua në varr për shkak të kësaj gjëje. Një tjetër gjunaf për të cilin njeriu dënohet në varrin e tij është edhe el-ghulul. El-ghulul është fshehja
e fshehja, marrja padrejtisht e diçkaje nga plaçka e luftës. U zhvillua betejë, apo në zhvillim e sipër të betejës, armiku le diçka, armë parzmore, apo mjetet e sotme, armët që janë sot, apo diçka nga uniforma e tij, apo diçka personale nga pasuria e tij që e ka me vete e tjerë, orë e tjerë çfarë mund të jetë, dhe në vend që ta dorëzosh siç dorëzohet në fund të luftës, por e merr dhe e fsheh, se e do për vete. Ky është gjunaf i madh. Pse është gjunaf i madh, vëllezër? Sepse dietarët kur japin për kufizimin për gjunafin e madh, ndër të tjera thonë se ai gjuna që bëhet shkak për dënim. Prandaj çdo gjunaf për të cilit rrjedh dënim tregon që është gjunaf i madh për ta dalluar. Dhe vjen në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu se të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam ju dhurua si shërbyes një djalë që quhej Mid'am. Dhe kur ky përbënte, po përgatiste kafshën për udhëtim, kafshën e profetit alayhi salatu wasallam për udhëtim, pra po e bën të gati çfarë i duhet për lidhjes së frerëve e tjerë, samarit apo çfarë mund të vijen si plaç udhëtimi me vete e tjerë. E godet një shigjet Qorre në kuptimin që nuk u mor vesh se kush e lëshoi atë shigjet, se kush e goditi këtë person dhe vdiq. Vdiq ky djalë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam dhe disa njerëz thanë për gëzim për të njëri xheneti. Pse? Sepse vdiq duke qenë në shërbim të profetit alaihi salatu wassalam. Pra vdiq në një gjendje të mirë. Cila është gjendja e mirë? Gjendja e mirë, po për kujdesi për profetin alayhi salatu wassalam. Po ja lehtësonte çështjet profetit alayhi salatu wassalam. Të pa njerëzit, të dini njerëzit prej tij dhe thanë të fjalë. E përgëzuan me shpërblim me xhenet. Por profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Kalla walladhi nafsi bi yadihi inna ash-shamla allati akhadhaha yawma Khaybar min al-maghanim lam tusibha al-maqasim la tashta'il alayhi nara." Jo, tha profeti alayhi salatu wasallam, dhe betohem me atë në dorën të cilit është shpirtim, sepse ajo gjë, ajo shemle, ajo robe, plaçk, që ai mori në luftën e Khayberit përpara se të ndahej, pra e mori dhe nuk e dorëzoi, dhe më pas se bëhej ndarja, por nuk e mori pas ndarjes së plaçkës, por e mori e fshehu, ndizet zjarr. Prap dënohet për shkak të saj. Dënohet për shkak të saj, pra subhanallahu. Ky mori një plaç, një plaç padrejtisht. Dhe u dënua për të. Çfarë mendoni për atë njeri që merr pasuri me përmasa të mëdha padrejtisht nga të tjerët? I grabit pronën, i grabit të ardhurat, i grabit këtë apo atë. Çfarë mund të mendosh? Subhanallahu, Allahu na ruaj. Një plaç. Dhe ishte në shërbim të profetit alayhi salatu wassalam, pra musliman. I rregullt i mirë, por bëri këtë gjë. Diçty dhe u dënua për të gjë. Dhe kur dëgjoi këtë fjalë, një person që ishte prezant aty këtë fjalë nga profeti alayhi salatu wassalam, erdhi dhe dorëzoi 2 rrypa. Rrypa, qëllimi me rrypa këtu janë rrypa që lidhen me atë sandalen apo atë pantoflen atyre kohëve për ta mbajtur, që është në pjesën e sipërme të këmbës. Çeni parasysh ato rrypat e sandales. I dorëzoi të dyja tek profeti alayhi salatu wasallam dhe tha: "Shirakun min nar au shirakan min nar." Ato të dyja janë rrypa zjarri. Pra edhe ky ishte marr padrejtisht dhe i dorëzoi 2 rrypa, subhanallahu, që çfarë vlere mund të kenë ato. Jo vetëm sot, por edhe në atë kohë kishin vlerë të rëndomtë. E megjithatë, prej zjarri bën shkak që të dënohesh për ta. Allahu na ruaj. Dhe si gjihet, njeriu në zjarr dënohet edhe në varr me zjarr. Me zjarr të xhenemit dënohet edhe në varr,
Prandaj përmendet në këtë temë. Gjithashtu përcillet nga Abdullah ibn Amri në hadithin që përcillet Imam Buhariu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte një person ose një person i quajtur Karkara ishte pranë plaçkës së udhëtimit të profetit alayhi salatu sallam. Ndoshta po merri me të rregullimin, sistemimin e tjerë. Edhe vdiq. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, "Huwa fi nar", ai do të hyjë në zjarr. Shkuan ta shihnin atë person, gjendjen e tij, sepse profeti alayhi salatu wasallam dha një lajm të keq për të rënd. Dhe gjetën që ai kishte marrë një rrobe pa drejtësisht shehur azin nga plaçka e luftës. Një rrobe. Dhe jo më të hash pasurinë e tjerëve me muaj, me vite, Allahu na ruaj. Sa lehtë duket kjo për ca njerëz, po shih sa rëndësh. Ai për një plaçkë, subhanallahu. Për një rryp sandale, pantofle, dënohesh. Gjunaf tjetër është gënjeshtra, bartisja e Kuranit, zinaja dhe kamata. Këto gjuna do t'i përmendim bashkë sepse vinë në një hadith të profeti alayhi salatu wasallam që përcillet te Sahih Imam Buhariut, nga Samura bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur falte namazin, kthehi nga ne dhe na pyet se kush nga ju ka parë një ëndër, pra namazin e sabahut. E bënte të pyetje që t'ja interpretonte. Dhe kur dikush tregonte ëndrrën e tij, ja interpretonte profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë na pyeti ne, dhe askush nga ne nuk tregoi një ëndër që t'ishte parë. Por profeti sallallahu alaihi wasallam tha, por unë pash sonte, pra në mbrëmje, dy burra që më erdhën, më morën për dore dhe më nxorën deri në tokën e shenjtë, në Sham është kuptimi. Pra e morën nga Mekka dhe çun në Sham. Aty pash që ishte gjitha në ëndër, në gjumë. Dhe ëndrat e profetëve janë hak, të vërteta, janë pjesë shpalljesh. Janë shpallje nga Allahu Azza wa Jall ëndrat e profetëve, jo si ëndrat e njerëzve të thjeshtë. Aty pash një burr të ulur dhe një burr tjetër në këmbë, në dorën e të cilit kishte një grep hekuri si çengel. Keni parasysh. Ai e fuste grepin, dhe grepi ishte i madh, çengelin themin e më mirë, në njërën faqe të burrit që ishte ulur, derisa t'ja arrinte prapa qafës, pra shqynte. Ja husërtu dhe e tërhiqte e shqynte derisa arrinte prapa. Pastaj e bënte edhe me faqen tjetër të njëjtën gjë, mbaronte me të parën, me njërën anë, e bënte me tjetrën. Ndërkohë faqja e parë shërohej, pra kur bënte të dytën, e para shërohej. Dhe ai e përsëriste prap pa pushim, i thej të parës, e çante prap, ndërkohë që çahej e para, shëroi e dyta. I thej dytës, ndërkohë që çahej e dyta, shëroi prap e para, dhe kështu vazhdonte ky person. Pra, imagjinoni çfarë lemerie, Allahu na ruaj. Thash, thot profeti alayhi salatu wasallam, kush është ky? Than, ec, eja, ec më tej. Ecëm, derisa arritëm tek një burr i shtrirë përmbys, edhe një burr tjetër që qëndronte mbi kokën e tij me një gur të madh. Pra, një tjetër i shtrirë përmbys dhe tjetri rrinte pranë tij me një gur të madh. E godiste në kokë dhe kur guri rrokullisej, shkonte ta merrte përsëri. Në atë kohë, koka e goditur shërohej sërish si më parë, dhe ai e godiste prap. Thash, kush është ky? Than, eja, ec më tej. Pra ky e godiste në kokë, koka dërmohej, thërmohej, godite me gur të madh.
Dhe guri rrotullisi ndërkohë. Ky shkonte ta merrte gurin, ndërkohë që shkonte të merrte gurin, koka rikthehej, shëroi përsëri dhe ky e merrte, vinte dhe rrodiste prap, guri e rrotulliste prap, ky e merrte prap dhe çu vazhdonte ky dënim vazhdimisht. Ecëm derisa arritëm tek një vrim si furra të nurit, pjesa e sipërme e ngushtë dhe pjesa e poshtme e gjerë nën të ndize zjarr. Të dhe furash mund t'i një parë në për rrjetet sociale në internet, ata që pjekin bukë që e ngjisin në përmure. Pra, është një grytër ngushtë, po brenda hapësira është e gjerë dhe brenda është zjarr. Çu ishte edhe ky vend që pa profeti alayhi salatu wassalam. Brenda saj kishte burra dhe gra të zhveshur. Kur zjarri ndizej, ata ngjiteshin lart në përpjekje për të dalë, e kur zjarri shuhej, theheshin poshtë, binin poshtë. Thash, kush janë këta? Thanë, eja, ecë mëtej. Ecëm derisa arritëm tek një lumë gjaku. Në mes të cilit ishte një burr, ndërsa në breg ishte një tjetër me gur në duar. Kur burri në lumë afroi për të dalë, pra tentonte t'i afroi bregut për të dalë, sepse ishte në gjak, mes gjakut, tjetri i hidhte një gur në gojë, gjuante me gur, që hynte në gojën e tij dhe e thente përsëri në mes të lumit. Dhe sa herë që përpiqej të dilte, ai e godiste me gur dhe e thente mbrapa, pra vazhdonte kjo gjë. Thash, kush është ky? Thanë, eja, ecë mëtej. Ecëm derisa arritëm në një kopsh të gjelbër me një pemë shumë të madhe. Në rrënjën e saj ishte një plak dhe rreth tij shumë fëmijë, ndërsa afër pemës ishte një burr që ndiste zjarrin. Ata më ngjitën në pemë dhe më futën në një shtëpi aq të bukur sa nuk kisha parë më të bukur ndonjëherë, ku kishte burra, të rinj, gra dhe fëmijë. Pastaj më nxorën prej saj dhe më futën në një shtëpi edhe më të bukur, ku kishte vetëm djelmosha të rinj, por edhe të mëshuar. Unë thash, më shëtitët gjithë natën, tregomëni çfarë ishte ajo që pash. Tani do tregohet për çfarë pyeti profeti alayhi salatu wassalam. Ata thanë, po. Ai që e pe t'i çahej fytyra, pra që i fusnin çendjelin, është njeriu gënjeshtar, që shpik një gënjeshtër dhe ajo përhapet në përbot. Pra që sa janë një gënjeshtër dhe e marrin të mirëqen njerëzit dhe veprojnë në bazë të saj. Dhe kjo gjë sot është bërë shumë e lehtë veprohet me anë të rrjeteve sociale. Për 1 minutë shkruan gënjeshtërën aty dhe ulen bursat, ngrihen bursat. Apo besohet edhe vriten njerëzit midis tyre. Zihen miq, ndahet burri nga gruaja etj. Allahu na ruaj. Një gënjeshtër. Po shi çfarë pasojë është. Kështu do të ndëshkohet deri në ditën e Kiametit. Pra ky dënim është në varr, derisa të bëhet ringjallja. Ai që i shtypej koka me gur është njeriu që Allahu i mësoi Kur'anin, por ai e neglizhoi natën, pra nuk e lexonte dhe nuk vepron me të ditën. Ky dënim do t'i vazhdojë deri në ditën e Kiametit. Pra i dinte ajetet e Kur'anit që ndalojnë nga kjo gjë, apo i dinte ajetet e Kur'anit që urdhërojnë për të gjë. I dinte që kjo është gjunaf dhe kjo është vepër e mirë, i dinte ajetet nga Kur'ani, por vepronte ndryshe. Pra e pati Kur'anin argument kundra vetes së tij. Ai që e pe, ata që i pe në atë vrim, pra e furra që lartë ngushtë, poshtë e gjerë, që ishin burra dhe gra të zhveshur, janë kurorë shkelësit.
imoralët, ata që bëjnë imoralitet, gjë që tregon, pra janë zjarr, duke u djegur, edhe pse janë varr dhe s'kan hyrë akoma në xhenem, prap i ka filluar dënimi me zjarr. Allahu na ruaj. Dhe ky gjunaf sot për të ardhur keq është bërë shumë i lehtë. Allahu na ruaj. Ata që pastaj tha, ata që i pe, ai që pe në lumin e gjakut, pra që tentonte të dilte në bret dhe tjetri rodiste me gur që i hynte në rrugë dhe e kthente përsëri në vend, është ai që ka ngrënë kamatën, pra është marrë me kamat. Është marrë me kamat. Dhe ky është nga gjunahet më të mëdha. Është i vetmi gjuna për të cilin Allah subhanahu wa taala thotë se i ka shpallur luftë atij njeriu. Fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasuli, lajmëroje se ka hyrë në luftë me Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe tha më pas profeti sallallahu alaihi wasallam, plaku në rrënjën e pemës, e mani me që pa një pemë të madhe, është Ibrahimi alayhi salam, i dashuri i Allahut. Edhe fëmijët rreth tij janë fëmijët që kanë vdekur në vegjëli, fëmijët e muslimanëve që janë vrarë apo që kanë vdekur aksident apo nga sëmundje, kujdeset për to i dashuri i Allahut, Ibrahimi alayhis salam, në atë pemë të bukur të madhe. Pra me të vërtet muslimani mund të humbi djalin, vajzën, fëmijën e tij, por shihni çfarë për kujdesi e jep Allahu, më të mirë se çepat e tij. Edhe pran kujt njeriu i vendos Allahu, më të mirë se ç'ishe ti, Ibrahimit alayhis salam. Pra ata janë të lumtur në lumturi, pavarësisht se zemra lëndron, i dhërohet nga ndarja dhe malli që e merr. Ai që ndiste zjarrin, se pa dhe një plak tjetër, një burr tjetër që ndiste zjarr, është Maliku, roja i zjarrit të xhehenemit. Shtëpia e parë që pe është shtëpia e besimtarëve, e muslimanëve. Ndërsa ajo më e bukura, pra që dolin nga ajo dhe hyrin në një shtëpi tjetër, akoma dhe më të bukur, është e dëshmorëve, shahidëve, që pa profeti alayhi salatu wasalam. Dhe sa për ne, pra për ne të dy që të morën dhe të shoqëruam në të udhëtim, unë jam Xhibrili dhe ky është Mikaili. Dy engjëj të mëdhenj. Ngrije kokën, i than ata. Profeti alayhi salatu wasalam e ngriti kokën dhe tregon dhe thot, e ngrita kokën dhe pash si për meje një diçka si re. Ata than, kjo është banesa jote. Unë thash, lërmëni të hyj në banesën time, pra kishe dëshirë të hyjnë të çifte si ishte brenda. Kjo banesë e tij alayhi salatu wasallam. Ata thanë, ende akoma ke jetë për të jetuar. Kur ta përfundosh, do të hysh në banesën tënde. Ky është hadithi të Buhariu që transmetohet sillet nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe në të përmendet disa gjunahe të mëdha që u bën shkak që njeriu të dënohej për to. Kamata, veprimi ndryshe sipas Kur'anit, imoraliteti, gënjeshtra, Allahu na ruaj. Ka edhe gjunafe tjera, por për e farkro inshallah do t'i lexojmë në netën e ardhshme me lejen e Allahut. Elusim Allahun azza wa jalla na ruaj nga fjalët dhe veprat e keqia që bën shkak për dënimin tonë, na japi sukses në veprat mira që bën shkak për shpërblimin nga Zoti bujar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.